Qumshtorja Rudina Prone familjes Krasniqi nga Prizreni ka shpërndar ditën e diel rreth 2000 litra qumësht të freskët falas për qytetarët. Liron Krasniqi nga kjo qumshtore tha se iniciativa u ndërmor si një shenjë proteste më arsyeshme, për dallim nga disa qumshtarë të tjerë të cilët e kanë derdhur atë. Momentalisht në Kosovë është një gjendje krize për çmimin e qumshtit, për vendin ku më e dorëzu qumshtin e shumë gjëra tjera. Tash që po të regoj rallëzi, shumë fermerë kanë gjetë mënyrë protestuese me derdh, disa e kanë derdh, nuk e kanë publiku, disa e kanë derdh e kanë publiku që të bëhet e madhe, disa e kanë dhuru, nuk e kanë publiku, dhe ne kemi zgjedh me dhuru edhe me publiku se na u ka duk një mënyrë proteste ma arsyeshme. A i tha se pas shpërndarjes së qumshtit ka pasur interesim për hapjen e një pike të re ku qytetarët të kenë mundësinë e blerjes së qumshtit cilësor. Ka pas kërkesat shumëta për qumshtin tonë, edhe bëj thirrje për qytetarët se shumë shpejt, besoj brenda 2 ose 3 javësh, do të hapim pikën e shitjes tonë ku qytetarët e Prizrenit do të kenë mundësi të furnizohen qumsht 100% bio me të gjitha analizat e bëra prej qendrës Agjencionit Veterinarik. Kemi qumsht ditor, por do të fillojmë me sasi më të mëdha për qytetin e Prizrenit. A i komentoi edhe protestën e djeshme të qumshtarëve, duke vlerësuar se kërkesat e tyre janë të drejta dhe se institucionet duhet i marrin seriozisht shqetësimet e prodhuesve vendor. Protesta e djeshme mendoj që ka qenë edhe e arsyeshme, sepse u kriju një gjendje krize në Kosovë për fermerët. Fermerët ishin të frustruar nga të dy palët, edhe mendoj që ishte arsyeshme. Fermerët duhet të kenë zgjidhje sepse lopët prodhojnë qumsht pa ndërprerje. Sipas fermerit Krasniqi, institucionet duhet të rishqyrtojnë politikat që lidhen me importin e qumshtit nga jashtë. Ai kërkoi gjithashtu rikthimin e çmimit të qumshtit në nivelin që ishte para 1 maj të këtij viti. Aktualisht po e përsëris në Kosovë është një krizë me qumshtin. Fillimisht duhet mendoj që institucionet duhet ta marrin parasysh shumë importin nga jashtë të qumshtit, në çfarë do lloj mënyre të qumshtit, si do të jetë pluhur apo i freskët, sepse po importohet edhe qumësht i freskët. Edhe mendoj që çmimi duhet të rikthehet siç ka qenë para 1 majit. Ndrysheve ditëve të fundit ka pasur shumë zhvillime që kanë të bëjnë me qumshtarët, pas rastit të shumë përfolur me fabrikën Vita.